Ekipi Lezhjan i Beslidhjes se ka mbyllur sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme, duke triumfuar me rezultatin 0-2 përballë Nëftëtarit në ndeshjen e fundit të kampionatit, duke u shpallur kampione e grupit A. Lezhjanu dominuan lojën gjatë gjithë takimit dhe gjetën rrugën e rrjetës që në pjesën e parë me anë të Hilës, ndërsa në fraksionin e dytë ishte Raboshta që vulosi fitoren nga pika e bardhë e penalltisë. Takimi i zhvilluar në Kuçov konfirmoi një sezon të suksesshëm për skuadrën lezhjane, e cila pas një humbje ka siguruar ngjitjen në kategorinë e parë, pas një ecërie të qëndrueshme gjatë gjithë kampionatit. Në përfundim të ndeshjes, në prani edhe të presidentit të klubit Pierin Fushaj, Beslidhja ngriti kupën e kampionit të grupit A, duke kurorzuar në mënyrë simbolike dominimin e saj në këtë sezon. Trajneri i Beslidhjes Elvis Plori u shpreh kënaqur për këtë arritje, duke vlerësuar për kushtimin e lojtarëve dhe punën e bërë nga skuadra gjatë gjithë sezonit. Ndihem shumë mirë, ndihem krenar për Djem, ndihem krenar për qytetin, ndihem krenar për Beslidhjen. Arrit me një objektiv i cili tashmë ishte vënë në fillimet e punës tonë. Pra jam shumë i kënaqur me çfarë kemi arrit, por jam i kënaqur edhe me mënyrën se si e mbyllëm me një fitore ku serioziteti i çunave u tregu deri në minutën e fundit. Beslidhja do të luajë javën e ardhshme finalen e kategorisë së dytë, ku do të përballet me fituesen e grupit B.